që ne bëjmë. Sigurisht, ne kemi ta thash që në fillim, ka vënd për përmirësim edhe të neve. Apëtu nuk themi ne që ne jemi... Do flasim pak ta rregullojmë këtë të lutem, si rregullohet kjo tani? Kjo a rregullohet me... Kjo rregullohet me hapa konkret. Dhe një ndër hapet konkret është me gjoba e keni kuptuar dhe ju policët që nuk rregullohet me gjoba. Të lutem, me hapa konkret. Janë ndryshuar kodi rrugor. Është bërë, në rast e ka qenë 3 shkelje brenda 2 vitesh, pezullohet e drejtimit, me ndryshimet e reja të kodit rrugor, e ke të lutem... Hiqe, po nuk ka asnjë rast konkret që është hequr patenta. Edhe njerë, ka plot të raste, por ka një problem. Që prap ne, në bazën e 127 kodit rrugor, të themi të lindet drejta të paguar dyfishin e vlerës maksimale, për të mos u pezulluar leja e drejtimit. Avokati që thotë kjo gjë ta shton. Nuk e zvoglon në rast. Nuk e zgjidh kjo, sepse sot, unë që flas, kam rreth 70-80 çështje të fituara në gjykat, kundër policisë rrugore për patentat të hequra që kemi marrë mbrapsht prapë me gjyq. Kjo nuk e zgjidh, por ajo çfarë desha të them në telefon. Po më mirë, një sekond, nuk e zgjidh kjo. Çfarë e zgjidh? Politika e policisë shtetit. Si politika? Po marrim rast. Se politik do bëj policia shtetit apo do bëj detyrë? Bën politika policia shtetit. Bën politika. Çfarë politike do bëjmë? Do bëj parti politike çfarë do bëj? Bën mënyrë sjellje. Policia është e policit në rrugë, polici rrugor sillet në atë mënyrë se si e merr politikën kur del në punë. Se si e merr ai politikën. Dhe unë të them, policët sot janë shumë të butë në rrugë. Fatjan. Sepse janë detyruar të sillen të butë, sepse nëse do sillen ashpër, do tregojnë ashpërsinë e shtetit, dhe shteti tregon atë butësinë. Pse çka ka më shumë ai policia amerikan? Çfarë vjen aty te dritari aty? Ti quaj lejimin e miqve të pushtetit përdorin telefona, se unë do e përdor që se kam pastaj. Ti e ke faktuar këtë? Të faktuar 100%. Po në rregull, kur dalim këtu tani mos të bëjmë debat, se nuk është debat për të bërë, do të nxjerrun disa pasë të themi ne kur jemi në rrugë. Të themi kur jemi në rrugë ne që vllajën e deputetit, djalin e deputetit, vllajën e ministrit, djalin e ministrit për telefon, po s'ke shans më të mirë. Mirë rast që ti e ke për shembull, ndërkohë që ka politikë po dëgjoj, nuk kemë fletur them. Po në publik nuk e bëj shembull, as nuk e bëj jo, edhe një herë. Edhe një herë. Ka bërë deputeti ka bërë. Shikoj, edhe një herë, të lutem. Po ka bërë pra tash ti, se je totalisht përballë. Nuk ulërasim që telefoni është i barabartë me një njerëz të pirë, sikur pi alkool. Është njësoj. Nuk kemi përballë policinë. Nuk kemi përballë policinë e shtetit, kemi përballë jetën. Në qoftë se nuk e kuptojmë dhe flasim kështu e kemi të kot. Pse? Ja po them gjithë ata që bëjnë moral, thot u ulet se ka i policë, pritet marrë që. Po, absolutisht. Pra vazhdon të bë. Pa pas ka vajnë polici. Unë e thot se kam policë para, pritet marrë që urbane ta bën me drita, ta bën edhe me drita kur se ke policë. Edhe çan që ajo është për mua ti nuk po shpëton në kuptimin ti po rrezikon sepse nuk është piunllik, mo jo, s'ka piunllik kështu. Ajo është një lloj në thonjza e mbetur quhet. A mund ta them këtë gjë? E di që jam armik, po më pëlqen shumë kur më lajmërojnë që ka policë. Shiko, në gjuhën popullore quhet solidaritet shoferëve. Ti mos lajmëro. Më pëlqen, unë lajmëroj gjithmonë. Po ti çe ke problemat. Jam qelpsin, jam e di. Po e di pse e bëj këtë gjë? Ja po e them këtu publikisht. Sepse rrugët i keni bërë keq, ja ku e kam auditusin, thuaj të vërtetën. Dhe policia një sekondë ata ferrave. Jo, ferrave s'li tani se të rish me dronë.